5.000 euro këngëtarin, kur dojt t'jap në një lajin, një lutje t'ja bëj ati, t'jep 20 euro, në fund thamë Djegi Hoxha. Memi, si komenton dasmat e ditëve të sotme? Sot të rinë të harxojnë shumë lek, preferojnë të marrin muzika nga më të shtrejtat, çmimet e këngëtarëve janë stratosfer, në 7.000, 10.000, 20.000 euro restoranin e merr, 5.000 euro këngëtarin, kur dojt t'jap në një lajin, një lutje t'ja bëj ati, t'jep 20 euro, në fund thamë Djegi Hoxha. Djegi Hoxha fix. Po ketë mirë, erdhe Hoxha 20 euro mi morë. Shere tash ku ka puna ose ta bëj një lutje martesore ose diçka, po dua bukos ose diçka. E thirr Hoxhën, edhe pse Hoxhës duhet me shku në atë koshtër ku ka muzikë. Je kundër këtij mendimit? Është kundër. S'duhet me shku në koshtër alkooli ku kanë këngëtarët. Po çfarë i shtyn këto të rinj Memi që të merren të bëjnë dasma kaq gjigande? Çfarë i shtyn sipas teje? Ishte ai ka bën 20.000, unë të bëj 50.000, ai të bëj unë të bëj 30.000, unë ta marr më të mirin këngëtar. Tregona. Në fund kur ta mendoje, që këtë kam i pagu ato, dhëndri do të mi pagu atë. Allah. Është të mërshme. Dhe pastaj fillon konflikti në çift, se ato s'kan lek nesër më. Kur ta shoh e bandarsme, thash zoti, kur ta shohsh mas njëve nda. Ti një javë dit po ban muzikë, malla, po i thuer pak ulja muzika se koqia i s'mund. Marto djalje, tama me keti na martu. Jo. Një javë dit man muzikë, e bandarsme, ku ti shohsh mas njëve krinte po shka bo vlla. Tha jë nda, po ti thuj që ja unë martone e kush. Për qatë zban, ule krien, mos i pengo këshis, normal. Mos gjuj pare, 5.000 euro këngëtari, 5.000 euro restorani, 5.000 euro, 20.000 euro. E se nëzeri ti. Edhe kur gjo, nesër je i sham prap, nesër zbëjke ajo, zbëjke buka, zbëjke ajo, dhondri kështu, ajo kështu, prap i sham je.